A dini o ledhë të ndërshëm, a dini cilat janë pasojat e lonjës sunetit pejgamberit Allahut? Sot do ta kuptoni se pasojat janë të rrezikshme nëse ne mendojmë se sunet i pejgamberit Allahut ani s'ka problem ne që e lom. Ndajone këta jetë kërcënuas që Allahu Azza wa Jall nuk ka kërcënuar në Kurani Kerim ma shumë se me këtë ajet që thot Allahu Azza wa Jall falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adhabun alim. Le të kenë kujdes ata të cilët e kundërshtojnë pejgamberin Allahut, se kam i godit në jetën e vetë fitnes për u. Ahmed ibn Hanbeli, e di që ka thënë? Ahmed ibn Hanbeli tha fitna këtu a përmenë ku ta lish sunetin e pejgamberit Allah dhe nuk kujdesesh që ta praktikojsh, tha keme ronë shirk, keme dal pi fej. Ahmed ibn Hanbeli tha keme dal pi fej, ta ja imam që ka jetu folë. Me lonë një sunet pejgamberit Allah po dirëshe pi fejës, tha po ndëgjoni për Beni Israilet kur Allahu Azza wa Jall i ka deviju ata të cilët i përjetuan mrekullin me Musajn. A nuk ishin që o torturuan nga Firaunim? A nuk ishin ata që Allahu Azza wa Jall ja thojti mesi detin dhe hinën për rreth detit dhe dule nënën tjetër? A nuk ishin ata që në mesin e shkretinës Allahu Azza wa Jall i gostiti me ushqim të flonzave edhe gjithashtu mjalti, si që kanë thonë disa komentatorët Kurani Kerimin që Allahu e ka përmen men wa selwa, e pas taj ato lipën qep, hutra dhe pasull dhe Allahu ja mundësoj edhe këta në mesin e shkretinës. A nuk janë ata që e përjetuan ku Allahu Azza wa Jall e boni gurin borim të ujit si se la kabile e kishte qeshmën borimin e vet i nderoj Allahu Azza wa Jall? Mirë, po që ka ndodhi me ato që u përmbisën, thotë Allahu Azza wa Jall felemma zaghu e zagë Allahu kulubehum, kur ata pak rëshqitën, kur ata toleruan pak njetën e vetë, Allahu ja rëshqiti zemrë. Për ata ka thonë Abdullah Mesudi dhe mere këta Margarit Sodit dritën e qumo dhe noja menjën që saj që pe thëmë tash, thonë të be Abdullah Mesudi, a di kur njeri u fillon me deviju, a di kur rëshqet zemra e muslimonit, a di kur imani ftofët në zemër. Leo të ndërshëm kur t'ja fillojsh me ilonën namazet me gjemot, që atëre fillon ti mu ftof zemra jote nga imani. Par shkak se thonë të pejgamberi Allahut me falë namazin nuk diskutohet, par shkak se mos me falë namazin e ke vështirë me konë musliman, mirë po namazin me gjemot është nga suneti pejgamberit Allah. E një verbër të pejgamberi Allah, tha ja Rasul Allah, tha s'kam, tha kush me mpru mu e në gjami, jam i verbër, e kam shpijen largë, dhe natën gjithashtu ka e gërsira në mes e rrugës mes gjamis të pejgamberit Allah dhe shtëpis time. Tha më lejon ja Rasul Allah të falë jacien në shtëpi, tha pejgamberi Allah u falë. Mirë po ki verbëri kër e këthej shpinën, tha eja, erë Gjibrili a.s. I tha pejgamberit Allah, të mësoj pejgamberin Allah që të në mësojnë umetin e vetë, tha e ndëgjon e zonin, e nin e zonin, tha po, përgjigjo, s'ke arsie dhe nëse je i verbër. Për këtë arsie vishin sahabët qokët e pejgamberit Allah në gjemot, u e fashin namaz me gjemot, edhe e bajshin di njerës për çka se kom të atinve si majshin për me dalë në gjami. Mirë po leo të ndërshëm ata e kuptuan esencën çka do me thonë me falë namazin në gjamin shtëpinë Allahut, ndërsa na jena ato edhe nëse e falë mi kërkojmë cili është imami ma i shpejt që më ka mundësi të falet sa ma shpejt të krim që ata detë se më kanë met punt e blug jashtë gjamis, ti e kanë met lug se ti lug vet je bo për çkak se sunetin e pejgamberit Allahut nuk e çmon, sunetin e pejgamberit Allahut e përbot.